The woman in the third row over on the left side here. Natalia, representing Voice of Ukraine. Secretary General, you have stated that this year Canadians and Sekretar, ju deklaruat se Kanadaja dhe Evropa kanë në plan të shpenzojnë 35 miliard euro për Ukrainën. Sa do t'jenë shpenzimet deri në fund të vitit dhe si do të mund Ukraina të fitojë luftën dhe jo të mbijetojë. Is the trajectory in the first almost 6 months now is really north of the trajectory last year, that also by the end of the year it will end up north Brenda fundit të vitit, ne planifikojmë që shuma e mbështetjes për Ukrainën të shkojë në 50 miliard. Ne mund të mendojmë, mund të mençojmë se Ukraina do të mund të bëjë ballë sulmeve ruse dhe që të arrijë një armëpushim afatgjat dhe më pas të ndalojmë Vladimir Putin që të provojë aneksimet në të ardhmen. Nëse arrihet një armëpushim, kjo duhet të shoqërohet me forcimin e ushtrisë ukrainase. Ndaj do të ketë edhe një fluks parash që do të hyjë në Ukrainë, sikurse e përmendët dhe ju për 35 miliard euro. Do të punojmë që Ukraina të jetë e fortë si tani, por edhe pas një marrëveshje eventuale me Rusinë. I want to follow up on what you just said about the strikes in Iran, but first, can I ask you on Article 5, do you believe that Article 5 is subject to interpretation? I aleancës është objekt i interpretimeve. Neni numër 5 është më se i qartë dhe nuk ka vend për interpretime, pasi nuk duam të lëshojmë hapësira vendeve rivale. Ka pasur pyetje ndërkohë për efikasitetin e sulmit amerikan. A njeni shqetësuar se Irani mund të reagojë edhe ndaj NATO-s? Askush në botë nuk mund ta bënte sulmin ndaj Iranit, përveç Shtetet e Bashkuara. Vetëm Shtetet e Bashkuara kanë ekonominë më të madhe, kanë ushtrinë më të madhe, kanë bombat e posaçme për të sulmuar implantet atomike iraniane, janë gjëra që nuk i ka askush tjetër. Dhe kjo i bën Shtetet e Bashkuara një vend lider që vepron në momentin e duhur. Presidenti Trump vendosi të asgjësonte pjesën ndërmuese të programit bërtamor iranian dhe unë e lavdrova për këto. Dhe jam optimist që sulmi i fundjavës I ka dhënë një goditje të fortë Iranit. Hello, Eelco Bos van Roosendaal Nieuwsuur, Dutch TV. You're dealing with a very unpredictable president or friend who has been all over the map on Article 5 in the past. Keni të bëni me një person që ka dalë me qëndrime të ndryshme. Dikur thoshte se do të largohen nga NATO dhe më pas kërkoi rritjen e shpenzimeve në 5%. Çfarë ju bën kaq të sigurt se Trump nuk do të kërkojë gjëra të tjera në të ardhmen? Trump është një mik I mirë, unë kam besim tek ai
should provide, and that the US was spending so much more on defense than the Dhe Europeans and the është Canadians. fakt se Shtetet e Bashkuara shpenzojnë më shumë se Evropa dhe Kanadaja në fushën e mbrojtjes në NATO. Tani ne do ta barazojmë këtë shpenzim being able to command his B-2 bombers to go into Iran to take out that nuclear capability, but also the man of peace who is then immediately Ai, following up Presidenti Trump with, është njeri making I sure that aksionit, Israel pas and sulmit Iran që u commit bë to në a Iran, ceasefire. And I think this por is është exactly edhe what një you njeri want I the American paqes, president to do. pasi arriti të vendosë armë pushimin mes dy vendeve. Ndaj, mua më duket një person shumë I parashikueshëm. DPA. Ansgar Hase, German press agency, DPA. Secretary Where General. we were speaking. Here. There you are. No, Yeah, in fact. I cannot see you. I can only answer the question if I see you. Can you stand up? Oh, you're really in the back. Sorry, yeah. Please. Thank you. Secretary General, I would like to come back to Article Sekretari 5. përgjithshëm, President do doja të Trump, kthehesha tek neni promised in the 5. meeting that he A would stand by premtoi the allies Presidenti until the end Trump of, në takim his në term. summit And if se do so, t'i did he promise that qëndroj without këtij any neni conditions? apo paraqiti kushte të tjera. You're a journalist, so you're totally, of course, free to ask all those questions. But through you, Jeni të to lirë some të politicians bëni in Europe pyetjet and që Canada to stop doni. worrying. The United States is Por totally Shtetet e committed to it. Bashkuara The United States is janë totally tërësisht committed të to it. How many angazhuara times do në we want NATO, them to say tërësisht this? të angazhuara As I said ndaj before, we have nenit now had half 5. a year when we constantly ask the US, are you with us? With NATO, Muaj with më Article 5? parë, So ne let's look for pyetëm another Shtetet e country, NATO. Bashkuara, Once you have 31, a jeni me ne, Iceland, the a Netherlands, jeni me France, nenin or Canada, 5? for the next half year to answer that question. All right. Dhe morëm një Limited time përgjigje and lots pozitive. of questions. The woman in the green jacket here in the third row. Kathy Newman, Channel 4 News. Aye. Hello. You described in the communique Russia as a long-term threat. Isn't Ju e Putin an immediate